Pra, sot do të flasim për diçka goxhat komplikuar. Do të hymë thellë në idetë sfiduese të Friedrich Nietzsches, specifikisht për gjinin, pushtetin dhe tërheqjen. Ideja është lëvizim përtej atyre etiketave të thjeshta që dëgjojmë gjithandej dhe të përpiqemi të shohim se si ai kërkonte të shponte, si thuash, mjegullën e iluzioneve tona më të dashura. E po, pse është kaq e vështirë të flasësh për këto gjëra? Bisedat moderne për gjinin dhe tërheqjen shpeshherë duken krejtësisht bllokuara. Ndihesh sikur je duke notuar në një det ku nga njëra anë ke adhurim të verbër dhe nga ana tjetër mlef të hidhur, pa qartësi, pa ndershmëri. Dhe pikërisht në këtë teren të minuar, Nietzsche u përpoq të ecte, më shumë se një shekull më parë. Mirë, le t'i futemi thelbit, adhurimi, dilire dhe mëllafi. Shikoni, kur Nietzsche flet për këtë temë, ai nuk e bën thjesht për të provokuar. As pak. Ai afrohet si një psikolog i pamëshirshëm. Qëllimi i tij është të heqë maskat, të zbulojë ato forcat e fshehura, instinktet që na drejtojnë të gjithëve pa e kuptuar, thellë nën sipërfaqen e ndërveprimeve tona. Dhe ja ku bëhet interesante. Diskursi modern, edhe sot e kësaj dite, lëkundet tamam mes këtyre dy poleve. Në njërin anë ke këtë adhurim të verbër, një idealizim total, pothuajse moralist, ku femra shihet si diçka e pastër, një iluzion sentimental, dhe në anën tjetër, mllef i hidhur, një reagim i ashpër, plot mlleth kundër pikërisht atij ideali. Sipas Nietzsches, problemi është se të dy këto anë e shmangin të vërtetën. Ato nuk lënë hapësirë për realitetin e vërtet, atë instinktivin, për atë që ai e quante gjeometria brutale e dëshirës. Këtu fillon diagnoza e tij e parë, dhe është e fortë. Ai thotë se ajo që burrat e quajnë dashuri, shumë shpesh nuk është gjë tjetër veç se një formë e thellë vetmashtërimi, dhe jo vetëm kaq, por ndonjëherë edhe një vetmashtrim i domosdoshëm. Ideja qendrore është kjo. Burrat nuk dashurojnë një person real, por një projekcion të tyre. Pse? Sepse përballja me realitetin e vërtet, komplekse të papërpunuar të një gruaje, mund të jetë thjesht shumë kërcënuese për egon e tyre. Kështu, çfarë bëjnë? Krijojnë një iluzion, një fantazi më të thjesht, më të lehtë për t'u menaxhuar, një fantazi që i shërben nevojës së tyre për siguri dhe për kontroll. Dhe shikoni si funksionon ky projekcion. Nga njëra anë kemi projekcionin, gruaja si simbol, si shpëtimtare, si një burim pastërtie. Nga ana tjetër, kemi realitetin, një qenie njerëzore, me strategjitë e veta, me instinktet e veta. Pra, ky idealizim e fshehton gruan në një simbol, duke zhveshur nga kompleksiteti. Do me thonë, është më e lehtë të duash fantazinë e një shpëtimtareje se sa të përballesh me realitetin e një qenie njerëzore që ka planet e veta. Dhe ky citim i Nietzsches e përmbledh në mënyrë perfekte. Për të dashuruar gratë, burrat duhet së pari të verbojnë veten ndaj asaj që gratë janë në të vërtetë. Ata preferojnë të mbrojnë fantazinë e tyre sesa të përballen me realitetin. E kuptoni, për të ky idealizim nuk është një shenjë adhurimi, as pak, është një akt frike. Frika nga gruaja e vërtet, nga thellësia e saj, nga paparashikueshmëria e saj. Mirë, tani le të kthejmë medaljen, sepse Nietzsche nuk ndalet vetëm te burrat. Ai hodhi poshtë plotësisht idenë e thjeshtë të dobësisë femërore. Në vend kësaj, ai pa diçka tjetër, një formë krejt tjetër pushteti, shumë më të rafinuar, më të fshehtë, një pushtet i zhvilluar si strategji mbijetese përgjatë shekujve. Dhe ja si e përshkruan ai. Ndërsa burrat ndërtonin mbretëritë e tyre me shpata dhe fjalime, gratë formosonin burrat që ndërtonin ato mbretëri. Ky është thelbi i pushtetit padukshëm. Nuk ka të bëjë me forcën e hapur. Ka të bëjë me sharmin, me saktësinë emocionale, me një vetdije psikologjike që është gati kirurgjikale. Ishte një mënyrë për të ndikuar, për të drejtuar botën, pa dhënë kurrë një urdhër të drejtë për drejtë. Këtë ai e quante vullneti për të dukur. Dhe çfarë do të thotë kjo? Është ideja se kontrolli i perceptimit, zotrimi i sipërfaqes, pra bukuria, hieshia, inteligjenca sociale, shpesh ka më shumë pasoja se sa realiteti objektiv. Për Nietzsche, pamja nuk ishte kurrë thjesht vanitet, ishte një armë kryesore. Në një botë ku pushteti i drejtë për drejtë të mohohej, kontrolli i perceptimit të tjerëve bëhej strategjia më e fuqishme. Ose, siç thuhet edhe këtu, maska ka më shumë rëndësi se fytyra. Kjo është thelbësore për ta kuptuar. Ai që kontrollon imazhin, pra realitetin siç perceptohet nga të tjerët, në thelb kontrollon shpirtin e vëzhguesit. Nuk është çështje falsiteti, por çështje e të kuptuarit se pushteti më i thellë vjen kur arrin të formosh dëshirat e të tjerëve. Dhe këtu analiza bëhet edhe më provokuese. Ai argumenton se edhe morali u përdor si një mjet subversiv.
Për shembull, virtyte si përullësia dhe durimi. Nietzsche nuk I shihte si të vërteta morale absolute. Jo, ai I shihte si përshtatje strategjike briljante, një lloj morali heshtur që çarmatos kundërshtarin pa e zbuluar kurrë shpatën. Duke përdorur gjuhën e virtytit, emocionin, madje dhe heshtjen, gratë krijuan një fushë loje ku strategjitë e tyre të mbjetesës u bën armët më të fuqishme. Por Nietzsche, siç e dim, ishte edhe profetik. Ai pa përpara në kohë. Dhe parashikoi me një qartësi pothuajse tronditse se çfarë do të ndodhte kur gjithë kjo dinamike e vjetër pushteti do të fillonte të prishej. Parashikimi ishte I thjeshtë dhe I pamëshirshëm. Kur gratë ndalojnë së kërkuari leje, bota e vjetër humbet kontrollin. Ai e kuptoi që ardhja e gruas së pavarur do të shkaktonte një lloj terrori ekzistencial në zemrën e një bote të ndërtuar mbi iluzione. Pse? Sepse një grua që nuk ka më nevojë për mbrojtjen apo miratimin e burrit, I trondit themelet e identitetit për të gjithë. Dhe ja pasojat që ai parashikoi. Së pari, identitetet tradicionale do të shkërmoqeshin për të dyja gjinit. Së dyti, burrat, të mësuar me një lloj superioriteti, do të reagonin me mbledh të hidhur, dhe së treti, gruaja që është pa ndjesë vetë përcaktuar, do të bëhej një forcë e natyrës. Pra, ky tranzicion, sipas tij, nuk do të ishte kurrë harmonik, do të ishte I dhimbshëm, përçarës dhe I pakthyeshëm. Por, a ndalet Nietzsche vetëm te lufta dhe konflikti? Jo, gjithmonë ka diçka më tej me të. Vizioni I tij nuk është thjesht një përshkrim I fushbetejës. Ai përfundon me një mundësi të rrallë dhe jashtëzakonisht sfiduese, një rrugdalje, nëse mund ta quajmë kështu. Dhe cili është qëllimi? Qëllimi nuk është lufta e përjetshme, por një vdekje totale e sentimentalizmit. Tani, duhet ta sqarojmë këtë. Kur Nietzsche që thot sentimentalizëm, ai nuk flet për emocionet. Ai flet për kapjen pas iluzioneve të rahatshme, për refuzimin për të parë të vërtetat e hidhura. Pra, ideja e tij ishte të hiqeshin të gjitha këto maska, të gjitha këto iluzione, për të arritur te një e vërtet brutale, por e shenjtë. Vetëm prej andej sipas tij mund të lindte diçka më e lartë. Por, si arrihet kjo? Rruga është tepër e vështirë. Kërkon që të dyja palët të heqin dorën nga armët e tyre më të sigurta. Hapi I parë. Burri duhet të braktisë mllefin, atë hidhërim që I vjen nga egoja kërcënuar. Hapi I dytë. Gruaja duhet të braktisë manipulimin, ato strategji të lindura nga një histori e gjatë varësie. Dhe vetëm atëherë, hapi I tretë. Ata mund të takohen si të barabartë në fuqi, në errësirë dhe në potencial, të zhveshur plotësisht nga mbrojtjet e vjetra. Dhe kjo na lë të gjithëve me një pyetje finale, një pyetje provokuese. A ekziston guximi I duhur për të vrarë sentimentalizmin ton, iluzionet tone, për të parë më në fund personin që qëndron realisht përballë nesh? Kjo është sfida e Nietzsches, një ftesë për të parë qartë përtejra atij së fantazive, dhe për zbuluar se çfarë mund të gjendet në anën tjetër të iluzionit.